Raporti I fundit të Komisionit Evropian për sundimin e ligjit përbën konfirmimin më të fortë se sistemi gjyqësor në vend ndodhet nën presion serioz politik nga VMRO DPMNE dhe kryeministri Kristian Mickoski. Kështu deklaroi sot në një konferencë për media zëdhënësi e LSDM-s Bogdanka Kuzeska. Sipas saj, Komisioni Evropian në raportin e tij evidenton qartë ndërhyrje në punën e gjyqësisë, mungesë reformash, korrupsion të përhapur dhe parregullsi në procedurat e prokurimeve publike. Atë që Komisioni Evropian e identifikoi si problem sistemik, qytetarët e shohin çdo ditë përmes vendimeve të Mickoskit dhe njerëzve të tij. Emërimi I personave të afërt me VMRO-n në pozita kyçe të sistemit të drejtësisë është bërë praktik. Kuzeska akuzoi gjithashtu për ndërhyrje të drejtë të pushtetit ekzekutiv në sistemin e drejtësisë. Ajo përmendi disa raste që sipas saj dëshmojnë për ndikim politik në sistemin e drejtësisë, duke përfshirë publikimin e parakohshëm të informacioneve mbi çështje gjyqësore, largimin e prokurorit nga lënda ta lirë ty, kërcënimet ndaj opozitës, ndalimet selektive të ish-funksionarëve të LSDM-s gjatë fushatës zgjedhore dhe paralajmërimin publik të hetimeve nga kryeministri para nisjes së procedurave zyrtare. Kjo është një politikë sistematike e kontrollit mbi institucionet nga grupi I organizuar kriminal VMRO, I udhëhequr nga Kristian Mickoski. Qëllimi është I qartë, të pengohet një gjyqësor dhe prokurori e pavarur, të mbrohen kriminalët dhe të vazhdoj pandëshkueshmëria. Prandaj VMRO-ja pengon me qëllim procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Ajo shtoi se Komisioni Evropian e ka kthyer për rishqyrtim ligjin për prokurorinë e lartë, pasi nuk është në përputhje me rekomandimet evropiane dhe nuk garanton pavarësinë e institucionit. Sipas Kuzeskës, raporti I Komisionit Evropian paralajmëron gjithashtu se ndryshimet në kodin penal krijojnë hapësirë për pandëshkueshmëri, ndërsa procesi I reformave në drejtësi mbetet I rrezikuar nga ndikimi politik.